Ulqini mirëpriti edicion jubilar të 25 të panairit të librit, një prej ngjarjeve më të rëndësishme kulturore për shqiptarët në rajon. Për një çerek shekulli, qyteti i njohur për traditën e tij shqiptare ka mirëpritur edhe një tjetër pasuri, librin dhe kulturën në gjuhën shqipe. Panairi organizohet nga Instituti i Librit dhe i Promocionit Tiranë, Komuna e Ulqinit dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, me mbështetjen e organizatës turistike të Ulqinit dhe Qendrës për Kulturë në Ulqin. 25 vite më parë të kaloje në dogan me libra shqip për t'i sjellë në një panair ishte një mision i vështirë, por sot realiteti është krejt tjetër. Në këtë mision prej 25 vitesh janë sërish Irena dhe Fatmir Toçi. Për ta ky panair është kthyer në një traditë rëndësishme kulturore që çdo veri ofron Ulqinit një alternativë të veçantë, dijen dhe kulturën në gjuhën shqipe. Në ceremoninë e hapjes së edicionit jubilar mori pjesë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, së bashku me personalitetet të tjera të ardhura nga trojet shqiptare dhe nga vendet ku jetojnë komunitetet shqipfolse. Në fjalën e saj përshëndetëse, drejtuesja e Institutit të Librit dhe Promocionit, Irena Toçi, falenderoi të gjithë bashkëpunëtorët, duke vlerësuar rëndësinë e tyre të jashtëzakonshme për botimin e librit. Sipas saj, në këto 25 vite, panairi ka ndikuar edhe në krijimin e një tradite të re leximi në Ulqin, duke bërë të mundur që qyteti të ketë sot një prej librarive më të bukura, ndërsa një brez i ri intelektual është shtritur bashkë me këtë aktivitet. Faleminderit të gjithëve që jeni të pranishëm sot në këtë panair libri. Më vjen kaq mirë që një panair libri mbrodhi bashkë gjithë ta përfaqësues të politikës në një shesh të vetëm. Në këtë shesh, zotë kryetar i komunës, të cilin ju prej disa vitesh ja keni dedikuar librit dhe promocionit të tij. I nderuar zoti presidenti i Republikës Shqipërisë, zoti Begaj, ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë botuesve të pranishëm dhe jo vetëm për këtë mbështetje të vërtetë që po na jepni me prezencën por dhe me mesazhet tuaja, me fjalët dhe veprimin tuaj konkret në punën tonë e cila nuk është fare lehtë në botën shqiptare. Të falenderoj sipas radhës të gjithë përfaqësuesit e komunës së Ulqinit që prej fillimit të viteve 2000 deri më sot, por në mënyrë të veçantë. Të falenderoj dy prej tyre, zotin Gzim Hajdinaga që ka qenë nga të parët, të cilët themelues i këtij panairi, dhe zotin Liman Begu, i cili prej disa vitesh jo thjesht na mbështet, por është bërë mbështetja jonë më e fuqishme në Malin e Zi, në Ulqin, gjithashtu për të realizuar aktivitete të kësaj natyre, që kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për botën e librit dhe për përhapjen e diturisë midis nesh, por dhe të forcimit miqësisë me shtetin fqinj dhe gjuhën e tyre malazeze, e cila është një gjuhë e bukur gjithashtu, të cilin shqiptarët e Malit Zi e përdorin rëndom në punën e tyre të përditshme, e përdorin në studimet e tyre dhe në bashkëpunimet e tyre të rëndësishme. Të falenderoj këtu nga zemra të gjithë këta që dhe nuk janë më midis nesh, por janë këtu mes nesh me veprën e tyre, duke nisur me Çapriqin e madh të Ulqinit, poetin ton të madh që e kemi nderuar në të gjithë botuesit, si në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut dhe këtu në Ulqin. Ju falenderoj pra që i keni dhënë këtij aktiviteti një rëndësi kaq të madhe. Unë ndihem vërtet e lumtur së bashku me Fatmirin që kemi qenë pjesë e organizimit të këtij aktiviteti dhe që kemi mundur ta sjellim atë deri në këtë ditë 25 vjet rresht pa u ndalur dhe pa u epur përpara asnjë sfide. Dhe uroj që ky panair të vazhdojë për aq kohë sa Ulqini do të ketë nevojë për të. Besoj që në këto 25 vite, të paktën ky panair ka dhënë dy të mira të mëdha për këtë qytet. Përveç pranisë së tij në një moment caktuar të vitit, ka krijuar një librari, e cila është nga më të bukurat e botës shqiptare, librarinë e Ulqinit, dhe ka krijuar me dhjetra intelektual të rinj, të cilët kanë studiuar në Shqipëri, Prishtinë, Maqedoninë e Veriut në gjuhën shqipe dhe janë sot mjek, farmacist, mësues nga më të mirët e Ulqinit. Në fjalën e tij, presidenti Bajram Begaj u ndal tek rëndësia që ka libri dhe leximi në shoqërinë shqiptare. Kreu i shtetit vlerësoi gjithashtu se libri duhet të trajtohet si një përparësi kombëtare. Sot nuk mjafton të jesh krenar vetëm me histori. Duhet të jesh i përgatitur për të ardhmen. Pikërisht këtu fillon edhe rëndësia e librit. Një libër është më shumë se sa teksti që ai përmban. Çdo botim apo çdo krijim
mbart vlera jashtëzakonisht të pasura, historike, kulturore dhe materiale. Libri nuk jep vetëm informacion. Ai na mëson të përqendrohemi, të pyesim dhe të mos e pranojmë çdo gjë si të mirëqen. Na mëson të dëgjojmë edhe një mendim tjetër dhe të kuptojmë se bota nuk fillon e mbaron me përvojën tonë personale. Kjo është shumë e rëndësishme veçanërisht për të rinjt tanë. Të rinjt sot kanë më shumë burime informacioni se sa çdo brez tjetër. Por të kesh shumë informacion nuk do të thotë domosdoshmërisht të kesh më shumë dije. Libri i ndihmon të krijojnë durimin e dur për të lexuar, aftësinë për të dalluar, argumentin nga propaganda dhe besimin për të ndërtuar një mendim të tyre personal. Ndaj leximi nuk është vetëm çështje kulture, është pjesë e formimit të qytetarit. Një njeri që lexon e ka më të lehtë ta kuptojë tjetrin, edhe kur ai nuk mendon një lloj si ty. Letërsia na vendos shpesh në jetën e një personi që nuk e njohim, në një kohë tjetër, në një kulturë tjetër, ose në rrethana krejt të tjera, të cilat nuk i kemi përjetuar vetë. Në këtë kuptim, ekziston një lidhje shumë e fortë midis librit dhe respektit për të drejtat e njeriut. Leximi nuk na bën automatikisht ne më të mirë se sa që jemi, por na jep mundësinë të bëhemi më të ndjeshëm, të bëhemi më kritik dhe më pak paragjykues. Një shoqëri e cila lexon është më e gatshme të diskutojë, është më e gatshme të dëgjojë. Një shoqëri që lexon është më e gatshme të pranojë dallimet. Është një shoqëri më e hapur dhe më gjithëpërfshirëse. Për kryetarin e komunës Ulqinit, Genci Niman Begu, ky aktivitet tashmë është kthyer në një prej festave më të mëdha të librit shqiptar. Prania juaj sot në panairin e librit nuk është thjesht një nderim institucional, por një dëshmi e lidhjes së bashkëputër shpirtërore dhe kulturore që i bashkon trojet tona. Ky panair, i cili para çerek shekullit ka ndriçuar Ulqinin, është sot një nga festat më të mëdha të librit shqiptar. Tashmë një traditë e dashur, është ditare e hapur e kulturës dhe e mendimit shqiptar, ku libri shërben si urë lidhëse mes brezave dhe hapësirave tona mbarkombëtare. Libri nuk është thjesht letër e lidhur. Ai është urë që lidh të kaluarën me të tashmen, që i bashkon lexuesit kudo që ndodhen dhe që dëshmon se gjuha dhe kultura jonë janë të pathyeshme. Ky panair është dëshmi se Ulqini, përveç qyteti i detit dhe historisë, është edhe qyteti i fjalës së shkruar dhe i mendimit të lirë. Ulqini të nderuar të pranishëm, mbart mbi supe një histori magjepse dhe një rëndësi parsore në mozaikun e historisë. Vetë një çerek shekulli, 25 vjet, mendoj që është nuk don koment të madh për panairin e librit. Por unë kam një palim veçantë për edhe ato që e fillun, për i të gzimi edhe Fatmiri e deri sonte të Genci, se këtyre bje vara ma madhër kryetarëve të bashkisë. Ne jemi vetëm shtetës, do të thotë pjesëmarrës në këtë aktivitet, edhe Ministria do të thotë përkrah për çdo vit. Kësi aktivitet është për të ruajtur kulturën dhe identitetin tonë, dhe do të vazhdojmë maksimum për të vazhduar kësi lloj aktivitetesh për të ruajtur librin shqip, gjuhën shqipe, kulturën tonë, e cila është shumë e pasur dhe e cila na bën do të kënaqur për të çejmë. Për televizionin 6+1 Vlora, drejtuese e Institutit të Librit dhe Promocionit, Jelena Toçi, vlerësoi veçanërisht rolin e librit në ruajtjen e gjuhës shqipe dhe në afrimin e të rinjve të Ulqinit me librin. 25 vjetori i panairit të librit shqip këtu në zemrën e shqiptarisë në Ulqin. Në zemrën e shqiptarisë thatë, në fakt keni të drejtë, është ka qytetet e ralla jashtë kufive të Shqipërisë që ka ruajtur gjuhën shqipe në mënyrë të mrekullueshme. Fëmijët këtu shkollohen në gjuhën shqipe, rreth 220 fëmijë hyjnë çdo vit në klasë të parë këtu në Ulqin për të mësuar shqip. Dhe pjesa më e madhe e të rinjve ulqinak, e familjeve ulqinake, shkollohen në gjuhën shqipe deri në nivelin më të lartë, në nivelin doktoratur master. Dhe kjo është një nga arritjet më të mëdha që unë besoj e ka ndihmuar edhe ekzistenca e këtij panairi. Çdo të thot 25 vite panair?
do të thotë rezistencë mbi të gjitha, përballim sfidash nga më të ndryshmet, të cilat kanë qenë të ndryshme në fillimet e punës për të realizuar edicionet e para të këtij panajiri, të arrijet fusje në Malin e Zi, i cili ishte pjesë e ish Jugosllavisë në atë kohë, me mira kopje të librit shqip, duke një ëndër e pamundur, por u realizua falë vullnetit të jashtëzakonshëm të drejtuesve të qytetit të Ulqinit të asaj kohe, të drejtuesve të shqiptarëve pjesë e qeverisë asaj kohe, si Gzim Hajdinaga, të cilin e kujtoj dhe falenderoj gjithmonë sa herë që kemi hapjen e këtij panajiri, apo Fatmirit nga ana tjetër e Kufirit, presidentit Mejdani e të tjerë që ndihmuan të gjithë fuqishëm për të realizuar edicionin e parë të këtij panajiri këtu në Ulqin, dhe pastaj të gjithë faktorët që janë sot, që ekzistojnë sot si institucione, Komuna e Ulqinit, Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe e Pakicave, dhe institucionet tjera që janë në varësitë komunës, përfshi këtu qendrën për kulturë, apo dhe ndërmarrjen komunale, apo dhe atë zyrën e organizatës turistike të Ulqinit dhe plot institucionet tjera, Art Klubi i Ulqinit, janë të gjithë ndihmës dhe bashkëpunëtor dhe bashkëorganizator në këtë event të jashtëzakonshëm që ndodh çdo vit në Ulqin. Ndërsa një prej nismëtarëve të panajirit, politikani, diplomati, studiuesi dhe presidenti i shtëpisë botuese të OENA, Fatmir Toçi, e cilësoi këtë aktivitet si një ngjarje të jashtëzakonshme, një ëndër të realizuar dhe një arritje profesionale. Kënaqësi që takohemi sërish këtu në Ulqin, zoti Toçi. Ja arriti qëllimit panajiri 25? Ju falenderoj nga zemra, jeni të jashtëzakonshëm në ku ka ngjarje kulturore, ku ka ngjarje edhe politike dhe ekonomike dhe sociale në gjithë territorin e Shqipërisë dhe jo vetëm qarkun e Vlorës, ndoshta jeni nga televizionet që dua më fort. Kam bashkëpunuar gjatë edhe për shkak të detyrave edhe të marrëdhënieve që kam me Vlorën edhe me gjithë zonën. Kështu që ndihem shumë mirë që ju jeni në një event, në një ngjarje që për ne është e madhe. Kemi gati 35 vjet si botues, por sot festojmë një krijesë tjetër tonë, 25 vjeçare, çarek shekullore, panajirin e Ulqinit, të cilin e kemi bërë çdo vit në bashkëpunim me komunën e Ulqinit, bashkëpunim me ministrin e pakicave kombëtare, por gjithmonë në kryesar ka qenë një ministër shqiptar për fatin tonë dhe për fatin e ulqinakëve, dhe e kam parë si ëndër, e kam parë si nga arritjet më të mëdha profesionale që kemi pas në këto vite bashkë me Irenën dhe bashkë me një ish ministrin e parë të pakicave kombëtare, e do ta përmend këtu, Gzim Hajdinagën, në cilën e kemi themeluar këtë institucion kulturor ndërshqiptar, do të thojë. Është e vërtetë që ne kur vim në Ulqin jemi tamam si në shtëpinë tonë, ndihem si në Vlorë kur vi këtu, edhe ky organizim i jashtëzakonshëm 25 vjetorit ka qenë një shqetësim i jashtëzakonshëm për ne për ta bërë me atë dinjitet, me atë interes, me atë mbështetje që e meritonte. Dhe ja kemi arritur qëllimit, për bashkëpunimit thash me gjithë institucione, komunën, ministrinë, me gjithë forcat intelektuale këtu mbështetje, që e kam pritur këtë ngjarje kulturore si një mesazh shumë të madh që shqiptarët janë bashkë për atë që i bën shqiptar, që është gjuha shqipe. Toçi kujton edhe vështirësitë e edicionit të parë, kur kamionët me libra mezi mundën të kalonin kufirin për të hyrë në territorin e Malit të Zi. Vështirësive që kur kanë kaluar për herë të parë kamionët me libra, po kamionët, jo makinat veturat, domethënë tani është normale, turizmi është hapur për shkak edhe për fat të politikave shumë miqësore bashkëpunuese që kanë qenë me qeveritë e Malit të Zi. Nuk ka qenë hapur akoma kufiri i Muriqanit dhe ne me kamiona, makinat tona 48 orë janë bllokuar në kufirin e Malit të Zi nga ana e Tuzit. Edhe vetë doganierët, malazes që ishin në shtetin e Serbisë, edhe vetë policia do të thojë e këtij shteti nuk e kuptonte psikologjikisht se si libri shqip mund të hynte në territorin e Serbi Malit të Zi. Kjo ishte domethënë ata sepse dikur deri në kushtetutën që ka pas ish Jugosllavia ka qenë që ndaloheshin librat në gjuhën shqipe që vinin nga Republika e Shqipërisë. Dhe kjo është një vërtet e dhimbshme që ne kemi zbuluar shumë vonë. Dhe vetëm ndërhyrja energjike e këtij ministri djalë i ri atëherë pakicave kombëtare ka mundur ta thyej këtë mas 48 orëve
dhe ne kemi kaluar me kamionat tonë me libra, me fytyrat e shpërfytyruara, të habitura, të doganierëve dhe të policisë serbe që ishte në kufi. Dhe vetëm 1 kilometër, pa 2 kilometër nga kufiri drejt Tuzit, që është një komunitet jashtëzakonshëm shqiptar, jashtëzakonshëm mikpritës dhe patriotik, neve ishin dislokuar forcat e ushtrisë serbe, të cilët dhe në mënyrë demonstrative kishin dalë në rrugë, nuk na kanë ndaluar se i kisha marrë urdhën nga qeveria, por kanë dalë demonstrativisht për treguar që shikoj ju po hyni në një zonë që ne jemi këtu. Sot, 25 vite më pas, ajo që dikur duke një mision i vështirë, është kthyer në një traditë të qëndrueshme kulturore.